Një rrezik serioz për jetën e qytetarëve paraqet stacioni i ri i autobusëve të linjave ndërkombëtare në Vlorë, i vendosur në hyrje të qytetit, në nyje lidhëse mes autostradës dhe rrugës transballkanike, pranë shkollës së aviacionit. Ky stacion po kthehet në një burim të vazhdueshëm shqetësimi për pasagerët. Autobusët e linjave ndërkombëtare, të cilët kanë orar nisje dhe mbërritje në orët e vona të mbrëmjes ose në orët e para të mëngjesit, krijojnë një situatë të rrezikshme. Pasagerët detyrohen të zbresin në rrugë për të marrë apo për të vendosur bagazhet, ndërkohë që në të njëjtin segment qarkullojnë automjete me shpejtësi të lartë. Mungesa e sinjalistikës së qartë dhe hapësirave të dedikuara për ndalimin e sigurt të autobusëve rrit ndjeshëm rrezikun për aksidente. Situata përkeqësohet edhe më shumë në kushte të pafavorshme atmosferike, në shi apo në vap. Pasagerët nuk kanë asnjë strehë ku të presin, në zonë mungojnë kushtet minimale infrastrukturore, përfshi tualetet apo ambiente pritjeje të përshtatshme. Pamjet e siguruara nga televizioni 6+ Vlora, të filmuara në mbrëmje me shi, e tregojnë qartë mungesën e standardeve bazë të sigurisë dhe komoditetit. Qytetarët e prekur nga kjo situatë shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Ata kërkojnë masa konkrete për rritjen e sigurisë, ndërtimin e një strehe funksionale, krijimin e një hapësire të dedikuar për ndalimin e autobusëve, si dhe marrja e masave për uljen e rrezikut nga qarkullimi i mjeteve me shpejtësi. Një stacion që duhet të shërbejë si pikë lidhëse me botën nuk mund të jetë burim rreziku për jetën e qytetarëve. Zgjidhja e këtij problemi është jo vetëm çështje infrastrukturore, por mbi të gjitha çështje sigurie publike dhe përgjegjësi institucionale. Nëse nuk merren masa të menjëhershme, ky stacion do të vazhdojë të mbetet një pikë rreziku e përditshme për qindra qytetarë që udhëtojnë nga dhe drejt Vlorës. Siguria nuk mund të jetë një luks, as çështje e lënë në harres. Institucionet përgjegjëse duhet të reagojnë me urgjencë për të garantuar kushte minimale dinjitoze dhe mbi të gjitha për të mbrojtur jetën e pasagerëve. Heshtja dhe neglizhenca sot mund të kushtojnë shtrenjtë nesër.